Niveli i ujit në liçenet Ulës e Shkopet deri këtë të shtunë është në kota optimale për t'i dhënë mundësinë peshkut krap që të shumohet natyrshëm, teksa duhen edhe të paktën 20 ditë nga përfundimi i afatit të vendosur nga Ministria e Bujqësisë për ndalimin e gjuetisë në çdo lloj forme në këto dy basene ujore. Peshkatarët thonë se kjo periudhë ka ndihmuar në shtimin e ekonomisë në ujore në liçenet Ulës e Shkopet. Megjithëse niveli i ujit nuk është i gjithë në pikën maksimale, zona ku mendohet se peshku krap lëshon vezët në urak e rreth e bazë është nën ujë. Urdhri i Ministrës së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, me numër 306 datë 28/3/2025, përcakton se ndalimi i gjuetisë së peshkut në liçenet Ulës e Shkopet do të bëhet nga data 25 prill deri me datën 25 qershor, për të dhënë mundësinë peshkut krap që të lëshojë vezët dhe të ketë shtim natyral të tij. Për këtë moratorium janë njoftuar të gjithë peshkatarët e licencuar dhe që janë pjesë e organizatës së menaxhimit të peshkimit Ulës. Nga ana tjetër, monitorimi bëhet nga specialistët dhe punonësit e Drejtorisë së Politikave dhe Programeve të Peshkimit dhe Akvakulturës, organizatat e menaxhimit të peshkimit, Drejtorisë e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Policisë së Rendit dhe Policisë Bashkiake.